Epizodi i 4 i sezonit 6 podcastit Flasim. Fillojmë me shënimet e javës. Këtë javë isha në Izrael, i ftuar deri në seancën plenare të parlamentit të Izraelit, Knesetit, një nder që bëhet rrallë dhe që mbart një peshë të jashtëzakonshme politike dhe historike në këndvështrimin e ligjvënësve të atij vendi. Në Jeruzalem ishte Shqipëria që vendos në pjedestalin e një respekti të jashtëzakonshëm dhe për te emocionit madh personal, akoma edhe më i fortë ishte një emocion kombëtar. Sepse ajo ftesë ishte një vlerësim i madh për Shqipërinë, për historinë e saj, për mënyrën se si gjyshrit tan ditën sillen kur historia vuri në provë njerëzimin dhe për natyrisht atë që Shqipëria është sot në arenën ndërkombëtare. Fjala ime në Kneset ishte fjala e një populli, në fakt, që nuk dorëzoi askënd dikur dhe që sot nga zemra e Izraelit mundi të flas me qartësi për dinjitet njerëzor, për kujtes paqeje dhe për përgjegjësi në një botë të trazuar ku feja duhet jetë melhem dhe jo helm mes popujve dhe në gjirin e popujve. Nga ana tjetër në Izrael ne hodhëm edhe një hap konkret drejt së ardhmes me themelimin e dhomës tregtisë shqiptaro-izraelite, një instrument i ri bashkëpunimi që hap rrugë të reja për të ardhmen e përbashkët. Kjo vizitë në thellësinë e vet kishte një përmbajtje të atill që i shërben jo vetëm arsyeve pse u bë, por i shërben edhe të nesërmes si një gur themeli për të ecur së bashku në një rrugë ku ka plot arsye, të paktën për ne nga ana jonë, që t'i referohemi Izraelit si një vend me një zhvillim të jashtëzakonshëm, si një vend me ekspertizë të jashtëzakonshme, si një vend me realitete të jashtëzakonshme në fushën e teknologjisë, në fushën e bujqësisë, në fushën e sigurisë, pa diskutim, dhe për gjitha këto arsye unë jam vërtet krenar për atë që u bë në javën që lëm pas. Dy fjalë për zhvendosjen e zyrës kadastrës së Vlorës në Tiranë. Dhe janë dy fjalë që duhen thënë, sepse edhe një herë tjetër u ngatrua qëllimisht ose më falni idiotësisht adresa fizike e zyrës me shërbimin për qytetarët. Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka kaluar prej kohësh nga një model shërbimi primitiv me sportele, radha, zvarritje etj. Në një model shërbimesh online, ende i pa mbyllur plotësisht në të gjithë ciklin e vet, por gjithsesi përmes platformës i Albania, ky model mundson që shumica e procedurave kadastrale nuk ka nevojë për paraqitjen fizikisht në një sportel të qytetarit. Kartela pasuria, vërtetime, regjistrime aktesh, kontrata, shqipërsime, të gjitha aplikohen dhe ndiqen online nga kudo ku ndodh qytetar, edhe nga Amerika. Tani gjithë kjo zhurmë dhe ky tension që u ndje në atë lëvizje lidhet jo vetëm me një perceptim të gabuar apo edhe informim të mangët, por edhe me një mendësi
e cila duhet përmbysur. Dhe duhet përmbysur duke pasur parasysh që e nesërmja e afërt, jo e largët e kadastrës, është një shërbim si plot shërbimet tjera, pa sportele, pa godina fizike të shpërndarë në territor, por me akses në çdo shërbim si një drejt themelore dhe një drejt që merret përmes celularit, që merret përmes kompjuterit më të afërt dhe që nuk ka asnjë lidhje me vendodhjen e zyrës. Ky nuk është i pari si veprim për zhvendosje të një drejtorie vendore në qendër dhe nuk është as i fundit. Të tjera drejtori do të zhvendosen dhe ndërkohë ajo që po punojmë për ditë pa pushim është që të sigurojmë mbylljen e ciklit. Pra, jo më aplikim online dhe pastaj marrje mbrapsht të shërbimit me postë, por aplikim online dhe marrje të shërbimit menjëherë po aty online. Këtë javë janë shpallur edhe të gjitha dëmshpërblimet për 15 bashkitë e prekura nga zjarret e verës së kaluar për periudhën 15 qershor-15 shtator përmes Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, që nga Marsia e Madhe, në Krujë, Rogozhin, Peqin, Tepelen, Delvin, Has, Kukës, Dibër, Kamës, Librasht, Gramsh, Maliq, Finiq dhe Dropull, të gjitha këto territore të prekura nga zjarret kanë tani më në dispozicion masën e përcaktuar të dëmshpërblimeve sipas dëmeve. Është bërë një punë shumë e detajuar dhe është krijuar më e rëndësishmja e gjithë korniza për të bërë të mundur që dëmshpërblimi të shkojë aty ku duhet dhe cili do që është dëmtuar të marrë atë që i takon. Ministri i Mbrojtjes bëri me dije në një konferencë gjatë kësaj jave shumë detaj lidhur me buxhetin e mbrojtjes për vitin 2026, i cili e ka tejkaluar objektivin bazë të shpenzimeve për mbrojtjen, duke shkuar mbi 2% të prodhimit të brendshëm bruto, pra mbi atë pragun standard të NATO-s që është edhe pragu standard për të gjitha vendet anëtare. Ky nivel shpenzimesh tregon jo thjesht një shifër që është më e lartë se sa pragu, as një angazhim thjesht për të shpenzuar, por tregon edhe një qasje proaktive ndaj detyrimeve tona, jo vetëm ndërkombëtarisht, por edhe për të zhvilluar një industri të re të mbrojtjes. Është buxheti me investimin më serioz në mbrojtje historikisht dhe këto përmasa financimi, struktura e financimit flasin për fillimin e një kthese strategjike afatgjatë, që nuk kufizohet më në blerje pajisjesh apo thjesht në modernizim përmes blerjeve, por synon ndërtimin e kapaciteteve të qëndrueshme ushtarake dhe industriale këtu në vend. Dhe kjo qasje lidhet me një bazë vendore të industrisë mbrojtjes, lidhet me investime në prodhim, jo vetëm për nevojat e brendshme, por dhe për eksport, lidhet me transferim teknologjie dhe mirëmbajtje, lidhet në instancë fundit me atë domosdoshmëri të prekshme që
tani më mund ta ndresojmë sepse i kemi krijuar mundësitë, është një Shqipëri tjetër me fuqi të tjera për të bërë të mundur që në sektorin e mbrojtjes shteti jo thjesht të shpenzoj, ajo vetëm të shpenzoj, por edhe të fitoj. Dhe duke fituar të riinvestoj. Dhe duke investuar dhe reinvestuar të rris edhe mundësitë për punësim cilësor të mirë paguar. Një tjetër adresim i javës ishte adresimi që u bë nga Ministri i Financave. Dhe e sjell këtu sepse ka një subjekt me rëndësi, subjektin e informalitetit në ndërtim. Dhe faktikisht jemi në një proces ku shohim përmirësime të vazhdueshme fal qasjes aktive të Ministrisë Financave dhe të autoriteteve tatimore për të mos lejuar që informaliteti të godas në mënyrën më të padrejtë familjet e atyre që punojnë në sektorin e ndërtimit. Dhe kemi të reflektuar në fondin e pagave të kontributit shoqërore dhe shëndetësore në sektorin e ndërtimit një rritje domethënëse. Një rritje domethënëse që do të thotë një deklarim shumë më real të pagave, pasi administrata tatimore dërgoi rreth 15.000 mesazhe të personalizuar, të cilat dan si efekt që për rreth 18.000 punësuar, fondi i pagave u rrit me 9%, ndërsa kontributet me 4%. Po ashtu, ulja e numrit të pagave në fashën 500 eurove është domethënëse ashtu siç është rritur ndjeshëm numri i pagave mbi 700 dhe mbi 1000 euro. Një rritje deri në 18%, si dhe paga mbi 1200 euro me një rritje mbi 10%. Këtë janë tregues të qartë, jo vetëm të faktit që pagat janë rritur ndjeshëm, por mbi të gjitha të faktit se edhe ekonomia informale po ulet ndjeshëm. Kthehemi tek të ftuarit e episodit 4 të sezonit 6 të podcastit Flasim. Këtë herë me një grup ftuar të ndarë në 2 pjesë. Dhe pjesa e parë janë 2 vajza dhe gra, që duken si vajza, pavarësisht se janë gra, sepse ja kanë kushtuar profesionin dhe aktivitetin pikërisht pjesës së të mos plakurit s'mund thuhet në këtë rast, po të mos rriturit kur në moshë dhe mos treguarit kur moshë. Dhe nuk e di, disa mund ta kenë dëgjuar, për mua është një diçka e re, të tjerë se kanë dëgjuar, por të ftuarat që janë Stella, e cila është menaxherja e këtij vendi magjik, ose këtij vendi ku bëhet magji. Dhe nga ana tjetër krahu i armatosur i Stelës që realizon të gjithë procesin konkret, vinë nga ky realiteti që quhet Ripit. Ripit është një klinik, është një destinacion, s'është vetëm një klinik, sepse ka edhe palestër, ka edhe trajner që kujdesen për trupin, ka edhe dietolog që japin këshilla dhe dhura për si të ushqes. Pra Ripit është një destinacion, një konstelacion pikash ndryshme,
ku dy yjet këtu të pranishme janë çelësi i suksesit, ndërkohë që dera e suksesit është një personazh tjetër që nuk e kam ftuar, që është bashkëvuajtsi i Stelës. Tani mirë se erdhët dhe shumë faleminderit që ju përgjigjet pozitivisht ftesës. Do doja ta filloja nga ty, me që duhet ta fillojmë nga rrënjët, të më thënë si ka lindur kjo nisëm, edhe si është materializuar në kohë kjo histori suksesi, për cilën, siç ju thash kur takuam më parë, jam shumë i kënaqur t'ju bëj pak publicitet. Falas. Shumë faleminderit. Fillimisht shumë faleminderit që janë pjesë e këtij podcastit, e cila është një platformë e fuqishme që nxit mendimin dhe frymën inovatore në shoqëri. Ju më prezantuat si menaxherja e klinikës, por unë dua ta prezantoj klinikën si një pjesë e pandare Repeat Group. Klinika është një pjesë integrale e strukturës së Repeat Group, jo strukturë e izoluar. Repeat Group është themeluar përafërsisht rreth një dekade në qershor të 2017-s. Ka lindur si një biznes me një filozofi shumë të fortë në lidhje me jetën e shëndetshme. Ka nisur fillimisht me aktivitetin fizik. Ka nisur fillimisht me aktivitetin fizik, më pas me ushqimin e shëndetshëm, me beauty, me spa. Klinika është hapur në tetor të 2018-s dhe është finalizuar më pas në 2022 me shkollën e instruktorëve, shkolla parë, Hexagon Albania. Klinika, i gjithë koncepti i Repeatit dhe vetë logo do të thotë përsëritje. Nuk është vendosur rastësisht, nuk ka të bëjë. Jo, po të kishit vënë në Shqip përsëritje, s'do kishit asnjë klient. Kështu që Repeat është tingëllon dhe bukur. Është bukur. Nuk ka të bëjë me monotoninë, ka të bëjë me qëndrueshmërinë, ka të bëjë me disiplinën. Filozofia e gjithë grupit ka të bëjë me edukimin, me kujtimin dhe rikujtimin, deri në fund që kujdesi ndaj vetes nuk është destinacion, por është një proces, dhe le të themi që është procesi më i rëndësishëm jetësor në jetën e njerëzit. Okej, tani patjetër që shumë e rëndësishme që u ritheksua edhe nga Stela që Repeati është një destinacion me një konstelacion pikash. Por duke qenë se jemi fokusuar te klinika, gjë që e kam bërë për të përjashtuar burin e Stelës nga biseda, dhe kemi ftuar këtu, ose më saktë Stela ka ardhur bashkë me atë që i thash, që është krau i armatosur, që është Vilma, kirurgje. Plastike. Po mirë, plastike thua ti, përse kjo fjala kirurgja plastike pastaj fillon edhe sigur e ngatroni çik pjesën që po mirë tani këta çapo na tregon këtu tani këta thjesht bëkan ato që bëjnë shumë klinika që ti shkon atje dhe i thua që hunda ime s'm pëlqen, na bëni pak më të bukur. Se jam manitur fare nga një dikush që e njoh që është në fushën tuaj. Dhe që për shumë vite ka qenë jashtë. Edhe unë e dija jashtë. Edhe e takoj dhe si duket vetëm po ke kohë që ka ardhur, jo tha unë jam këtu, jetoj të si jeton këtu, sepse ti kishe gjë dhe klinikë atje jashtë, kishte vërtet shumë. Çfarë thua, këtu është ta minier. Pse po ti s'ke idenë dhe çfarë bëhet tu, tha me kirurgjinë plastike apo lehta, unë habitem, leqja habitem fare dhe kur shofta në televizor dhe që dalin vetëm ankohen, vetëm jamin lajme sigur këtu. Të gjitha ata që dalin aty në fakt kalojnë nëpër këto klinika të tjera si fillim, dhe pastaj ankohen që këtu kështu e këtu ashtu. Po lëri i thash më mirë tani, kjo ka hyrë kjo gjë te vajzat, te gratë, çfarë vajza është? Po disa hund burrash ta kam gëvendur unë. Si hund burra? Burra. Përgjithsisht 35, 45, ka ajo vijë aty dhe ndjejnë dhe nevojën që të rregullojnë hundët dhe se... Ora, po më thuj sa, tha. Në një vit, sa. Kun ta në një vit sa, dhe kështu e thash unë, po
40 vjet. 40 vjet. 500. Mesatarisht 500 hundë tha. Ato hundë Shqiponja, ke parasysh unë marrë dhe. Kështu që prandaj nuk e shtohet të plastike, në kupton, se duhet ta rënë më gjërë, megjithatë urdhëro fol tani për pjesën plastike. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi dhe nder që t'jam krajush. Atëherë unë kam përfunduar mjekësinë e përgjithshme dhe aktualisht jam duke përfunduar specializimin në Tiranë, po, në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë për kirurgji plastike dhe rekonstruktive. Kam zgjedhur këtë profesion sepse që e vogël kam pasur empati shumë dhe kam dashur që të ndryshoj botën për mirë. Pra mendoj që mund të më ketë zgjedhur kjo gjë. Ke qenë nxënës e shkëlqyer vetë mjekësia në gjitha vjeta. Po, kam qenë absoluta, edhe në provime dhe çdo gjë, dhe ajo më bëri që të arri këtu, sepse Fakulteti i Mjekësisë, siç e dim, tek ne është një garë shumë e fortë dhe është pastaj një klasifikim që edhe për ta mbajtur shkollën e mjekësisë 6 vite të duhet një forcë dhe një vullnet i pamposhtur. Domethënë duhet ta bësh ditën natë dhe natën ditë për të lexuar nga volumi i lartë që kemi. Të paktën është një krenari që përfaqësoj grupin e mjekëve shqiptar, sepse ja vlen të them që Shqipëria ka doktor shumë të mirë. Po këtë tregon fakti që kur shkojnë jashtë i vlerësojnë gjithë, po këtu është modë që hajde bjeri, shahi, kush dali përpara, po në fakt mjekët tani janë mjekë mirë. Janë shumë të mirë. Edhe në pjesën e kirurgjisë plastike dhe rekonstruktive që unë po flisja, doktorët tanë realisht bëjnë diferencën dhe kur i shikon jo vetëm për pjesën e bukurisë, se ne përfshim dhe pjesën e djegjeve. Pra kontrakturat postdjegje, trajtimin e djegjeve, operacionet kur personi ka pasur probleme, i rikthejmë bukurinë e lëkurës apo problemet që ka pasur më përpara. Edhe jashtë shtetit, domethënë puna jonë bën diferencën sepse doktorët tanë janë hero, domethënë janë mësuar që të punojnë gjithkohës me volum shumë të madh, me ngjarje goxha të këqija dhe me raste goxha të komplikuara. Kështu që kjo është një falënderim për gjithë doktorët tanë. Repeat Medical Clinic për mua është familje, nuk është vetëm një klinik, dhe çdo person që vjen tek ne trajtohet po njësoj. Pra ne mundohemi që të kemi atë komunitetin tonë që ti kur vjen jo vetëm të bësh një trajtim bukurie, por të dalësh dhe të ndihesh më mirë me veten tënde. Dhe kjo është kryesorja. Si është krijuar kjo familje në kuptimin e pse të zgjodhën ty këta për ta bërë këtë punë, edhe si filloi kjo punë, edhe ku keni arritur sot nga momenti që keni filluar? Atëherë në Repeat Medical Clinic unë bëj vitin tim të tretë që jam prezente kësaj familje të madhe. Kur është hapur klinika? 2018. Po pra se ka 7 vjet. Po, 2018 është ribranduar në 2024, por do të thonë vit më erdhi si pjesë e ribrandimit. Jo, ka qenë dhe më përpara. Domethënë klinika ka qenë më përpara, më pas unë vendosa që të nis punën aty me një frym inovative, me dëshirën e madhe për të mësuar dhe për të përmirësuar çdo ditë. Kemi arritur këtu ku jemi sot, që është bërë jo vetëm një klinik, por një qendër wellnessi në të gjitha aspektet, pra që nga ana e mjekësisë rigjeneruese, nga ana e pjesës së trajtimeve më të avancuara, të trajtimeve medikale, të terapisë rigjeneruese të zorëve që ne do ta komunikojmë më vonë me doktorin, pra mundohemi që ne ta kapim shëndetin në të gjitha gradët. Jo vetëm që ne të dukemi jashtë brenda, po të jemi mirë edhe në moshën qelizore të qelizës tonë, pra ta rikthejmë moshën tonë mbrapsh, apo të rikthejmë dëmet e trupit tonë. Pyetje kështu. Të drejtë për drejtë. Sa e kënaqur jeti nga vit nga 1 deri në 10? 10, absolutisht. Më le tani 10 absolutisht. Po jo, dëgjoj. Se nëse thua 10 absolutisht, për shembull, unë nuk jam i kënaqur, jo 10 absolutisht, po nuk jam i kënaqur as. Unë në rastin më të mirë, ri dyzuar midis 7-s dhe 8-s kur do të vlerësoj bashkëpunëtorët. Ndërkohë që veten e kam midis 6-s dhe 7-s. Pse? Edhe për arsye se nëse ti thu 10 absolute, do të thonë që nuk pret që ajo të bëj më shumë dhe nuk pret që ndërkohë që unë mendoj që ai që ose ajo që ka marrë përsipër të menaxhoj një hapësirë dhe të mbajë përgjegjësi, duhet të jetoj me idenë që të surprizoj gjithkohës me transformim, me ndryshim, me një gjë këtu, një gjë atje, pse ta bëj kështu, dhe gjithkohës të mos kënaqet kurrë
Se ndryshe pastaj bllokohet biznesi. Unë nuk kënaqem kur nga vetja. 10 absolute, po 10 absolute, po çfarë 10 absolute? E gjithë disiplina mjekësisë ka të bëjë me të mësuarit e përhershme, kështu që. Po di çfarë është 10 absolute apo? Ti sa nga ju vjen nga shteta nga 100. Au, mirë. Jo, nuk shiko, realisht jemi sinqerta, për fat mirë. Jemi në kushtet e mungesës sinqeritetit. Jo. Edhe jemi në kushtet Ne të dyja. Nuk e di. Sa lidhje ka midis klinikës edhe pjesës tjetër, domethënë në sensin që njerëzit që vinë tek palestra, po themi. Vinë edhe jo të gjithë, patjetër, po ka një lidhje midis tyre në aktivitet flas, në raportin me njerëzit që vinë. Të gjithë klientët kur vinë në klinik, por jo vetëm, edhe në palestër ose në bizneset e tjera, vinë për një trajtim të caktuar dhe të gjithë përfshihen në ciklin e ripitit. Dikush vjen për një konsult me doktorin, dikush vjen për një konsult medikale, dikush vjen për një dietë dhe në mënyrë shumë natyrale përfshihet në të gjithë ciklin e ripitit. E rëndësishme për ne është i edukojmë klientët të shkojnë drejt natyrales dhe të shëndetshmes. Kështu që gjëja më pozitive në të gjithë këtë rrugtim është që klientët e kuptojnë edhe mirësinë që ne kemi që e shtym klientin të shkojë drejt aktivitetit fizik. Më pas, domethënë klinika për te kirurgjisë plastike luan një rol si po themi udhërfysi për shëndetin. Në funksion të palestrës. Sa kjo është e vetmja klinikë që keni? Do rikëshu apo do hapni dhe të tjera? Një nga pikat e forta të... Më thënë, ka kjo një plan për të bërë një më shumë, po 10 dhe... Jo, kemi plane. Jo, kemi, kjo ka një plan kjo, se kjo është menaxherja. Të vjen të shikot, bëjmë këtë ose të bëjmë ato. Risi dhe zhvillime ka për ditë. Po. Të paktën nga vendin e kemi qenë para një viti e gjysmë në një lokacion tjetër që ka qenë klinik pak më koncentruar, më e vogël, dhe më pas u zhvendosëm në një ambient të ri që është goxha i madh dhe ne që ofrojmë shumë shërbime. Pra jemi duke zgjeruar për ditë shërbimet tona, kështu që të paktën ne kemi bërë hapat jemi duke u zgjeruar për mirë. Jo në ambient të ri, po në ambientin e ri ku jemi sot. Kemi një vit e gjysmë. Po domethënë do zgjeroni gamën e gjërave që bën klinika. Absolutisht. Çfarë për shembull do shtoni? E mirë e fare një plan e të ardhmës dhe ishte të bënim një spital për pjesën e longevity. Dhe ishte shumë interesante, duke qenë se dhe tek ne terapitë rigjeneruese janë akoma në zhvillim dhe sipër, pse jo të bësh një spital jo për gjërat e këqija, le të themi, pra jo për smundjet, por thjesht për të rigjeneruar trupin tënd. Pra të zgjasim jetën tonë dhe të rikthejmë pas moshën biologjike, jetëgjatësinë që është e ardhmja. Po. Kjo do ishte shumë interesante. E vërteta është që këto klinikat e jetëgjatësisë kanë filluar të bëhen gjithmonë më prezente, sidomos si komponent i destinacioneve turistike. Sepse duke qenë prezente në destinacione turistike kanë kapacitetin që të krijojnë kërë turizm për 12 muaj. Dhe në Shqipëri ne kemi vende kaq të bukura që janë shumë të bukura edhe në dimër, janë fantastike, por që nuk mundet do të pretendosh që të bëhet turizëm nëse nuk ka një ofertë për mënyrën se si do kalojnë ditët, përveç daljes shëtitje, po çfarë do bësh gjatë ditës. Kështu që kjo do ishte fantastike nëse do ta çojmë përpara. Përfshin dhe pjesën e retreateve, përfshin edhe pjesën e terapive rigjeneruese që janë injection. Patjetër. Është kur je pjesë e këtij biznesi, kupton kërkesat e pacientëve, kupton mënyrën se si ku po shkon mjekësia, ku po shkon teknologjia dhe absolutisht po është një nga vizionet tona për sa i përket klinikës. Tani ti e rritur me sportin në shtëpi. Po. Edhe në një farë mënyrë edhe te klinika ka ardhur nga rruga e sportit. Si lindi ideja e parë fare për të jo për ripidin, por për filluar për të bërë biznes me sportin?
Nga ana ime personale, sporti është e pak genetike, dëshira për sport, por është dhe një disiplinë që unë e kam marrë që e vogël, edhe ushtrohem me aktivitet fizik. Stella është vajza e një prej figurave më të ndritura të historisë futbollit shqiptar, që është ka qenë kapiteni i Dinamos, po kur Dinamo ishte kampion, ajo kështu. Ka qenë kapiteni i Kombëtarës, ishte qendër mbrojtësi, ose mbrojtësi i lirë, siç quhen atë kohë. Ishte mbrojtësi i lirë apo ishte stoper më? Mbrojtës i lirë. Po, Muadin Tarka. Kështu që prandaj thash që sportin e ke pasur në familje dhe në sport atëherë në një kuptim që sportistët sot këtu as nuk e imagjinojnë dot se si bëhej, domethënë ishte sport, vrap. Stërvitje, forcë, kështu që prandaj thjesht për ta ilustruar. Dhe pastaj si e hodhe hapin në tjetër apo komplet vizioni dhe koncepti i ripitit dhe logo ka nga Bashorti, ndoshta dhe si mungesë e tregut në atë kohë në 2017-ën, Shqipëria nuk kishte. Po ju ishit në Greqi për disa kohë. Po. Bashorti është rritur jashtë në Greqi, ndërsa unë në Shqipëri. Ermali është një djalë shumë pasionant, unë e kam njohur shumë pak kohë më parë, e kam njohur për shkak të një projekti shumë të madh, ai është shumë ambicioz. Më ka folur për një projekt të jashtëzakonshëm për fëmijët. Unë shpresoj shumë që ai ta realizojë dhe ta mbështesim me gjithë zemrën, sepse është diçka që më i mungon Shqipërisë, por nuk jam duke thënë më shumë, sepse pastaj do detyrohen këto të japin llogari, u bë, kur do bëhet, si do bëhet, kështu që është sekret. Okej, kështu. Tani dëgjuat që të dyja vajzat tonë doktori e mbajtëm më njanë, sepse doktori është emigrant italian në Shqipëri. Edhe e kemi këtu dhe në fakt doktori është arsyeja pse unë fillova të interesohem për këtë aktivitet që e kisha dëgjuar si gjë, sepse kam njerëz rreth që shkojnë për stërvitje etj. Po doktorin e kam takuar në kushte krejt të rastishme, edhe u interesova për faktin se duke më treguar se nga vjen dhe nga çfarë karriere dhe nga çfarë lartësi aty në Itali, thash çfarë bën në Shqipëri. Allora, raccontami un po' come la vita in Albania. Io sono arrivato qui 8 mesi fa. Era giugno, era giugno e c'era tanto sole. Adesso piove da un po' di giorni qui in Albania. Sembra un po' la Germania. Però sono stato fortunato di arrivare in quel momento, e quindi ho potuto godere anche delle coste albanesi nei weekend. Stato a Porto Palermo. Ma come è scattato, diciamo, il primo passo? Sì, io ho preso una pausa dalla mia attività. Negli ultimi 18 anni ho diretto un'unità operativa complessa di chirurgia presso l'ospedale di Stato di San Marino. Mi occupo di chirurgia oncologica del tubo digerente e chirurgia bariatrica e tutto quello che è la chirurgia funzionale dalla giunzione esofagogastrica fino alla proctologia, fino all'ano. Ho preso una pausa di 2 anni perché da lavoro, che è possibile prendere, ed era in ballo andare in Svizzera, in un ospedale svizzero sul lago di Neuchâtel, oppure di andare a Dubai, ma avevo un amico qui a Tirana. Cioè tra Svizzera, Dubai e Tirana hai scelto Tirana. Sì. No. E sono venuto qui a Tirana. Beh, naturalmente perché avendo una famiglia in Italia ho avuto un benestare familiare in quanto molto più vicina e facile da raggiungere. Io tutti i mesi, una settimana, 10 giorni li trascorro in Italia, sì, dove continuo anche la mia attività. E sono arrivato qui, effettivamente sono stato colpito dal sole, dalle coste. Tenga conto, Presidente, io
trascorro d'estate 2 settimane a Santa Teresa di Gallura, nord Sardegna, altre 2 settimane in Salento, quindi un mare molto bello. Quindi Certo. mi Cioè sento- non mi sei sento- l'ultimo arrivato. Mi sento di farvi un gran bel complimento nel dire che il mare Appunto, vostro perché- merita veramente, merita veramente. Ricordo appena arrivai a Porto Palermo, mangiai su un tavolo che ci misero sulla spiaggia, a 1,5 metri dall'acqua, acqua stupenda, e mi fecero un giro tra le rocce, tra il tunnel che c'è lì a Porto Palermo, vecchio tunnel credo per i sommergibili, e piccole grotte, cioè il mare è stupendo. La qualità della vita credo che a Tirana sia molto molto alta come livello. Forse, o almeno quello che percepisco, perlomeno a Tirana, una grande energia, gente, tanto entusiasmo, voglia di lavorare, voglia di impegnarsi, tanti imprenditori anche giovani. Quindi diciamo un ambiente che mi ha attirato e mi sono fermato qui. Quando sei arrivato eri invitato o sei venuto, cioè ti hanno invitato loro? No, con loro ho avuto no, sono arrivato e ho iniziato a lavorare negli ospedali americani, nel gruppo degli ospedali americani. Ok. Poi prima dell'estate ho incontrato tramite un'amicizia, ma proprio abbiamo parlato 15 minuti, io naturalmente mi sono innamorato subito di loro. Certo, si Mi- vede. mi meraviglio del contrario più che altro, ma abbiamo parlato veramente 15 minuti di un possibile progetto, dopodiché c'erano le vacanze estive, ma loro sono macchine da guerra, cioè hanno lavorato tutta estate e a settembre siamo partiti come raccontato così per gioco. Quindi siamo partiti con questo bel progetto. Io, che dicevo, mi sono sempre occupato di chirurgia bariatrica, cioè per i pazienti obesi, sono stato culturalmente molto vicino a tutto ciò che è alimentazione, e negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, ho seguito molto quello che è il microbioma intestinale, quindi quello che io faccio in Repeat è un'attività legata al microbioma, alla corretta alimentazione, ai probiotici, prebiotici, tutta l'attività che è mirata allo stato di salute del nostro corpo, perché il microbiota è correlato con tutte le funzionalità del corpo e tutte purtroppo anche le malattie, dalle metaboliche, cardiologiche, immunitarie, tumorali, che colpiscono l'organismo nel corso della vita. Quando parli con i tuoi colleghi o famiglia in Italia, loro ti capiscono nella scelta o c'è bisogno di spiegare? C'è bisogno di spiegare, però poi qualcuno di questi miei amici, anche colleghi, l'ho invitato qui. Quando arrivano capiscono. E quando arrivano capiscono subito. Io ero stato qui, Sì. devo dire, 13-15 anni fa, circa, e devo dire che ho trovato una Tirana molto diversa, è cambiata moltissimo e si percepisce subito. Per cui anche questi miei amici adesso, tanti miei colleghi che mi chiamano, se ci fosse un posto anche per me io verrei. E lo stanno facendo, cioè non solo per chiacchiere. Io ho avuto un incontro dove c'erano 3 o 4 stranieri che avevano passato diverse nazionalità, avevano passato la vigilia dell'anno nuovo a Tirana e uno di loro era italiano e mi dice un albanese che ci ha invitati qua ha detto vedrai che i fuochi d'artificio del momento di cambio degli anni sono molto più forti che a Napoli, che non sa di che cosa parla. E poi ha detto filmavo, mandavo a amici in Italia, anche a Napoli, ma dove sei? Ma dov'è? Tirana, Albania, ma come? Cioè, e questo è qualcosa che non è, cioè, non è solo per questo, per quello, ma in generale
Anche quando, per l'architettura, quando per arrivano, tutto quello no, che- ma il cibo, l'architettura, Sì, la gente, sì, cioè, sì. trovano, io penso che specialmente gli italiani trovano qui un'Italia che non c'è più. Sì, vero. E la crescita deriva anche dalla domanda, no? Nei ristoranti italiani si mangia bene perché il, il cliente italiano esige quando entra in un ristorante, e questo avviene anche per l'architettura, avviene anche per la medicina. Cioè, quando arriva un paziente che studia, si informa, esige delle No, ma informazioni, la cultura medica cresce. Questo è quello che si sente, che è arrivato qui il momento di crescere anche nell'ambito chirurgico, nell'ambito medico, e questo sì, sta avvenendo. ritornerò su questo, ma intanto volevo spiegare perché dico un'Italia che non c'è più, perché non è, cioè sicuramente l'Italia è il paese più bello del mondo, questo ma intanto si sente che la bellezza fatica un po' a essere, diciamo, percepita e a essere vista con cuore leggero, perché c'è un tipo di grigiore, di vecchiaia, se lo posso dire. E poi non si discute che in Italia si mangia benissimo, ma il rapporto con la gente, con i clienti, non è più quello di prima. E mi ha fatto un'impressione terribile, terribile. Ero in Italia con mia moglie e vado a prendere un caffè in un caffè, diciamo, tipico italiano. Era molto presto la mattina, no? Entro lì e c'erano due possibilità di andare. C'erano dei tavoli qua e c'erano altri tavoli dall'altra parte. Di qua c'erano delle persone, di là non c'era nessuno. E io ho voluto andare là. E tra me e i tavoli c'era una ragazza, 22 anni, che stava pulendo e non potevo passare senza che lei mi aprisse la strada. E gli dico, posso? Mi dice, ma perché? Gli dico, perché volevo sedermi là. Mi dice, ma io sto pulendo. Gli dico, ma non c'è problema, io posso sedermi là. Come non c'è problema? Scusa, io voglio andare là. Si ritira. Io mi siedo. Non è venuta là dove ero io per pulire perché avevo già pulito, cioè non c'era. E poi viene un amico mio che vive a Milano, arriva a portare il caffè e dice qualcosa che io non capisco. E dico, scusa, mi dice l'amico, no, lascia stare perché ha detto qualcosa di brutto in dialetto. E dico, ma come mai, ma com'è possibile? Mi dice, ma non è più come era prima. Cioè non è questo episodio è estremo, mi dice. Lei può essere una studente che lavora, perché era sabato, può essere una studente che lavora, ma in generale non c'è questa accoglienza. Noi siamo ancora, anche se da parte nostra possono essere casi brutali di mancanza di sensibilità verso il cliente, ma siamo molto più, diciamo, senti molto più il calore, no? E questo lo posso confermare anche per il calore che i pazienti hanno e il rispetto che hanno della figura medica, che nel tempo in Italia purtroppo è andata persa. Lì non è esattamente così quando si tratta dei medici albanesi, perché delle volte li vedono un po', ma comunque anche su questo punto di vista è migliorato molto. Tani për tu torno un po'
non sei ancora, il tuo albanese non è ancora impeccabile, così non ti disturbo con l'albanese. Torno un po' verso le due ragazze. Për pjesën e klinikës që merret, ose më saktë më ngarkesë e përgjithshme klinikës, pjesa që merret me ato që po thoshte doktori për këshillimin për ushqimin e shëndetshëm, për trajtimin e trupit në mënyrë të përgjegjshme, për t'i dalë përpara smundjeve, duke qenë i vëmendshëm në raport me këto ekzigjenca që ka trupi për t'i rezistuar atyre kërcënimeve që janë të shumta në kohën e sotme, edhe që kanceri bërës si grip. Sa zë kjo pjesë në volumin e përgjithshëm të klinikës? Do më vjen duke ushtuar kjo? Do më janë njerëzit më shumë të ndjeshëm ndaj kësaj? Unë mendoj që është rritur shumë numri njerëzve që fillojnë investojnë në cilësinë e jetës. Kam kuptuar që se kam përshtypjen në fillim fare kanë qenë shumë më pak të vëmendshëm ndaj kësaj. Se edhe palestra për shembull kanë qenë shumë më tepër për bodybuilding se sa për të kujdesur ndaj vetes nuk është më luks, edhe shqiptarët e kanë kuptuar më së miri këtë gjë, është domosdoshmëri. Është ti thua që po shtrihet kjo ndjeshmëri domosdoshmëri. Një shoqëri e shëndetshme kërkon individ të shëndetshëm edhe nga brenda edhe nga jashtë, dhe duhet të reflektuar kjo gjë. Kështu që aktiviteti fizik, ushqimi i shëndetshëm është balanca kryesore dhe mendore dhe fizike për një jetë të cilësore dhe të suksesshme. Ti ke këtë përshtypje domethënë që për te pjesës dëshirës që mos e që të shohësh vetet, mos shohësh vitet që ka të bëjë me kirurgjinë plastike, që nuk është pjesa ime, unë s'do e bëja kurrë, por nuk duhet bëj kështu anti-meeting këtu, po për te kësaj e shikon edhe ti këtë rritje të interesit për pjesën e shëndetit. Në kuptimin e shëndetit pa ndërhyrje. Unë po e shikoj që shqiptarët kanë filluar ta duan më shumë veten e tyre, sepse të kujdesesh për veten tënde është ta duash më shumë jetën edhe veten tënde. Merresh më pak me jetën e tjerëve. Po. Mundësisht. Po. Do është shumë e rëndësishme. Se kjo jemi çik ne harxojmë shumë kohë për të marrë me jetën e tjerëve, edhe mërzisim dhe tjerët, edhe veten. Jo, e ngarkojmë veten shumë me energji negative që shkojnë direkt si fatura për shëndetin ato, se duket kështu, po stiamo dicendo che anche perché secondo loro c'è una crescita della sensibilità delle persone qui in Albania verso il tema della salute come attenzione verso se stessi, come necessità per nutrirsi bene, per fare sport e così via. E Vilma ha detto gli albanesi sono arrivati a un punto che amano se stessi più di prima, nel senso dell'attenzione. E io gli ho detto sì, ma devono occuparsi meno della vita di altri e più della vita loro, meno di quello che fanno gli altri e più di quello che fanno loro. No, perché io credo molto in questo. Quando ti metti tutto il tempo o una parte del tempo a occuparsi della vita di altri, carichi il tuo corpo con un'energia che poi diventa un'addizione nella salute, no? Pensi che fa senso questo? Beh, un politico si occupa della vita degli altri, no? No, occuparsi della vita degli altri in senso negativo, cioè parlo in generale, ma anche voi si occupate della vita degli altri. Sì. Ma dico individualmente nel senso negativo. Sì, perché il rafforzare delle idee, anche idee poco piacevoli, purtroppo porta a
produrre dei cortocircuiti che non migliorano l'umore e la propria vita, quindi sicuramente andrebbero interrotti. Questo vale anche per i bimbi che hanno, come dire, dei pensieri di non riuscire a fare qualcosa, di non riuscire nella scuola, di non riuscire in uno sport, di non essere portato per fare uno sport o un'attività. I pensieri patologici purtroppo hanno un impatto reale poi sulle manifestazioni, quindi sicuramente riuscire a creare un ambiente sano nei confronti delle relazioni con chi è vicino migliora. Ma dottore, io non voglio metterti in difficoltà, ma no. Tu sei d'accordo con la chirurgia plastica? Beh, la chirurgia plastica è molto lontana dalla sì, chirurgia che faccio io. Sì, ma sei d'accordo con la chirurgia plastica o... Io sono d'accordo con la chirurgia plastica. Devo dire che negli anni ho cambiato idea. All'inizio, 30 anni fa, ero un po' più critico, poi magari anche invecchiando uno... Cioè io non sono invecchiato perché io ho la stessa opinione di 30 anni fa. Ma tu lo faresti la chirurgia plastica? Io al momento non ho mai fatto nessun trattamento. Anch'io, ma tu lo faresti? Non lo so, per adesso no. Forse più avanti... Io ogni tanto Vilma ci cioè, prova. Cioè non l'escludi più? Non lo escludo completamente, no. Non lo escludo completamente. Oh. Tu ci provi a cambiargli il naso a lui? I think he looks very beautiful. I don't speak Italian, so I'm answering in English. I think he looks very beautiful the way he is. So I wouldn't change that. Okay, good. I think to change something, not because it's not perfect. Okay. Besoj që kirurgjia plastike... Thuaj shqip që ty ai duket shumë i bukur. Thuaj shqip që duhet shqiptarit. Se kështu ai është aq i bukur dha se unë s'do i ndroj asgjë. Po, mua më pëlqen shumë tiparet që ka, kështu që nuk shoh një problem pse të bëj një hunë. Domethënë, kirurgjia plastike nuk është e perfeksioni, është thjesht si të ndihemi ne më mirë me veten dhe jo çdo rast kërkon kirurgji plastike. Ky fevziu bën ky kirurgji plastike sipas teje, unë e di që si ja bën ju, po ky bën kur e shef kështu, ky bën kirurgji plastike. Nuk ka bërë asgjë. Në syrin tim kritik, jo. Nuk ka ndërhyrë, domethënë. Jo, asnjë gjë s'ka ndërhyrë. Atë lëkurën e tërhequr kështu si tullumbace ka natyrale. Po. E mirë. Në syrin tim po. Jo, bëra një po bien ka shumë nga këta. Është gjenetike në shumë persona, përposë të tjerave. Ai është i ri i përjetshëm. Jo, e sola këtu në vëmendje se e di se kur erdha aty te ju pash që kishit atje në ekran që tregonit që aparaturën që ardhë fevziu edhe tash mos ka ardhur aty, ka bërë një kirurgji plastike dhe pastaj ka bërë sa ai është kaq i apasionuar mbas punës vet sa edhe kur shkon për diçka krejt tjetër e bën një video dhe e nxjerr edhe bën një rrugë dy putur. Tash mos ka ardhur për këtë pjesën që për atë. Po domethënë këtë pjesën tullën fevziu e ka komplet natyrale, sipas teje. Po, sipas meje dhe po ti besoj që edhe kur më shef mua nuk dyshon që unë e kam smundje të profesionit që çdo person që shikoj mendoj si mund ta rregulloj për mirë. Por unë mendoj që jam i parregullueshëm, jam mua më pëlqen kështu si për të qenë sinqert në rastin konkret. Ti këtë the mirë se po ti ta rregulloj do bëhet më keq se më mirë lëre siç është. Jo, absolutisht, por ka disa persona që duken bukur në mënyrën si janë, nuk ka nevojë që të jetë çdo gjë perfekte, dhe kirurgjia plastike është bërë për disa persona që ndoshta shikojnë sa problemet e vetja që dhe unë nuk i shikoj. Se dhe unë hasem në përditshmërinë time me pacientë që kërkojnë. Ti vetë ke bërë kirurgji plastike? Vetëm hundën. E ke bërë ato unë, po që keni të zakon që bëbë një unë fakt e kisha pjesë funksionale deviacion të brëndshëm. Ka 30 vjet. Pastaj është dhe çik gjenetike shqiptare. Jo 30 vjet, nuk e di sa ka, që nuk ja fal një shoqes time që vajti edhe ndroi hundën. Nuk ja fal dot, nuk i përshtatej me karakterin hunda që kishte. E kemi shumë shoq. Ajo tani se është dhe pak... Po të disesh nga këto kriteret që keni ju që hunda dje, ajo ishte undere. Okay. Por hunda e saj ishte i shkonte aq shumë dhe e bënte aq të veçantë, sa që kur e ktheu kështu, që atëherë mund duhet më më duket sikur ka plagosur veten. Se ti që keni këtë që i bën. Si e ke pas hundën ti përpara, pas kështu si shpon?
Jo, vetëm pak më të drejtë dhe majën pak më të ulur për poshtë, po jo se kanë pasur problem shumë të madh. Më shumë u futa nga ana funksionale sepse kisha deviacion të brendshëm që në moshën 4 vjeçare, mamit time kishin thënë doktorët që kur vajzat arrin në një moshë mature, duhet ta bëj patjetër sepse nuk merr afrim siç duhet. Unë kam një problem këtu. Po e kam nga dora e njeriut, nuk e kam nga natyra. Se ma kanë marrë një hundën në dorë, ma kanë marrë një hundën në dorë ca skulptor në ata të hurit dhe litarit, edhe ma kanë bërë copash hundën. Edhe në frymari ke probleme? Në pjesën këtej, po kam problem. Pjesën këtej është ka një e shikoj deviacion, po. Deviacioni dhe nga dëmtimet krijohet shumë persona, aksidente, probleme gjatë jetës. Mua ma morën dorë skulptorët dhe skulptorë kështu me leva hekuri edhe gyp, e kam dhe këtu mbrapa, edhe këtu, po të shorë, këtu. Po, këto janë patina e kohës, skulpturat, edhe kur ju thyet në i hundë, në i dorë nga koha, nuk është mirë që t'ja u zëvëndësosh edhe t'i bësh me dhe me sigurian të reja. Kështu mendoj unë. Jo çdo kush e meriton. Po, kur pash që 500 hundë i kishte ndruar vetëm ai personazhi atje, thash unë këtu bëganami. Është operacion e mi kërkuar. Hundë. Po, nga burrat. Edhe nga femrat, sa Jo, të thuash, femrat dhe burrat. Edhe nga burrat shumë, po. Po burrat shumë. Po ç'a duan këta? Edhe tek pjesa mjekësisë estetike, vlen për tu përmendur, ne kemi arritur në një raport 50-50, meshkuj dhe femra i bëhen njësoj. Bëjnë edhe abdominoplastik, bëjnë dhe reduktim dhjame me kirurgji, meshkujt shumë, për heqjen e barkut, për shembull, ose lëkurën e tepërt kur dobësohen. Ato e bëjnë nga stresi i peshës dhe, ato se nuk ajmë... Ajo, po. Ajo se e bëjnë për t'i dhënë i lëvizje me belë rrugë. Ka që bëjnë dhe modelim, por më tepër është për pjesën e humbjes peshës. Po kështu nga ta që shikonin në televizor, që dalin në televizor, që bëjnë kështu... Kur ju shif, ti i kupton kur i shef, besoj. Në shumicën e rasteve, po. Edhe si duket... Shumica e personazheve publik, shumica, mos them të gjithë, janë të gjithë të prekur nga ana e mjekësisë estetike. Edhe ato që nuk e më vjen dhe pak inat për personat që nuk e pranojnë se s'ka asgjë të bësh diçka për veten tënde dhe inat me mua. Jo me ju rastin konkret se ju jeni natyral komplet. Unë ka shumë gjëra që si pranoj nga ato që ka sjell koha, po i solli koha thotë Fevziu, s'kemi çfarë i bëjmë tani. Do më thënë mos ta fshefësh identitetin në shtëpi, ja. Dakord, në rregull, s'ka problem. Nuk ka problem. Dottore, è un po' complicata la vita. Va bene, vi ringrazio molto. Ju falenderoj, ishte kënaqësi, mund ta kishim vazhduar këtë muhabet në hundës, po më ta lëm me kaq. Në ndërkohë që për te gjitha këtyre, se kjo është bisede e lirë dhe nuk kemi plan në bisedë, por dua që të them në fund që realisht është fantastike ajo që bëni ju me njerëzit për sa i përket në radhë parë, për sa i përket stërvitjeve fizike, pa diskutim të shoqëruara me këshillat për të ushqyer si duhet, për të ruajtur shëndetin nga kërcënimet që vinë duke u shtuar me moshën, dhe pastaj edhe për këto skulpturat që ju ofroni. Mirëmbajtjen, po. Bukur është kjo. Për ata që e pëlqejnë, unë nuk dua në asnjë mënyrë të them që me që mua s'më pëlqen, mua te hunda e burrave më komplikohet pak ekuacioni, po edhe mua. Por aty më komplikohet ekuacioni, po te pjesa tjetër është okay, kështu që ky është destinacioni i shumë kërkuar në fakt, edhe që ju sugjeroj që ta eksploroni, ripiti, ky është publicitet falas. Këtu bëhet publicitet për gjithë njerëzit që janë të ftuar dhe që kanë një histori për treguar, kur vinë nga bota e sipërmarrjes, kur vinë nga aventura që në fillim janë absolutisht të pasigurta a do dalin me sukses apo jo, sepse njerëzit investojnë, pastaj
Dhe ripiti është një investim i nisur në një kohë që s'ishte e sigurt që mund të shkonte me sukses, sepse siç e thanë edhe vajzat, interesi për shëndetin ka ardhur duke u rritur, nuk ka qenë. Dhe pa i hequr asgjë të gjitha palestrat e tjera që pa diskutim janë në Tiranë, janë në qytetet tjera, të gjithë bëjnë përpjekje dhe i mirëpres nëse duan të vinë këtu të hakmeren me ripitin, po unë ju them që ripitin, duke filluar nga palestra, kush e frekuenton, e realisht admiron edhe në një farë mënyre Stella bashkë me Ermalin janë përgjegjës sepse i bëjnë njerëzit të varur pastaj nga veglat atje dhe nga trajnerët e ripitit. Ky ishte epizodi, sezoni vazhdon, kaq për sot.